Ja kush është ambasadori I ri I Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, që pritet të vi shumë shpejt. Plase Lelio. Roger, nisë ti këtë. Atëherë Na bëj një portret në disa sekonda të personazhit. Dim vetëm që ky ka qenë general për rreth 40 vjet. Ka pas detyra shumë të rëndësishme, ka qenë ushtar njëri thjesht. 30 vjet. 30 vjet. Ka qenë në Irak, ka qenë gjithandej flet arabisht, flet dhe këtë gjuhën e Koresë, më duket. Mos gaboj, po. Do të thënë ka lindur në 7 tetor të 64-s në Kaliforni. Dhe quhet? Ka dhe ky një emër interesant. Quhet Erik, edhe ky. Erik Wendt. Erik Wendt. Se kështë Erik Adams. Ai ka Erik Adams. Eriku, po. Eriku Bardhe dhe Eriku. I pensionuar ndërkohë, është diplomuar për drejtësi në Santa Barbara në Kaliforni. Ka hyrë në ushtri dhe është dalluar që atëherë si një ndër kadetet më të mirë të brezit ti. Ka master në siguri kombëtare. Ka kaluar 30 vjet pra në Forcat Speciale Amerikane. I është akorduar një titull I lartë, por në mënyrë informale nga Forcat Speciale. Pse informale? Dhe ka dalë, kështu e kam informacionin, The Old Grey Fox, do më thonë, titull informal për oficerin më të vjetër në shërbim të vazhdueshëm në Forcat Speciale. Ka dalë në... Ky ka titullin general dhe një gjë tjetër mbrapa. Lieutenant. Lieutenant general apo general lieutenant? General lieutenant. E pra, general lieutenant, po. Flet arabisht dhe gjuhën koreançe që është e pazakont për oficerët lartë amerikanë. Ka qenë këshilltar I drejt për drejt I sekretarëve të mbrojtjes Robert Gates dhe Leon Panetta. Ka punuar direkt në Departamentin e Shtetit për lindjen e mesme. Ka komanduar elitën e operacioneve speciale të NATO-s e tjera me radhë. Po, ka qenë dhe komanduar dhe NATO, po. Është I fokusuar, pra, është më shumë hard power se sa soft diplomacy, pra nuk është... Pra, duhet të thonë, kjo është e rëndësishme, nuk vjen nga Departamenti I Shtetit? Nuk vjen nga Departamenti I Shtetit. Pra, herë të parë në Shqipëri? Vjen nga Kalifornia. Vjen si zgjedhje politike. Vetëm kujdes, për të qenë korrekt, dhe pastaj do e ulë fjalën. Ky vetëm është nominuar për momentin, sepse nëse procesi I menatimit shkon mirë pa pengesa, e kalon votën e Senatit nga qershori I bie. Po, por sipas informacioneve që unë kam nga miq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e njohin, thonë që Erik me shumë gjaz do kaloj, sepse është I Kalifornisë, është apolitik, dhe demokratët deri tani nuk ka asnjë zë që të ketë shprehur një rezervë ndaj tij. Fokusi I madh I tij është kryesisht siguria kombëtare, bashkëpunimi ushtarak e tjera me radhë, pra nuk është I diplomacisë së butë, është I akteve të forta, sigurisht ushtarak. Çfarë sinjalizon, siç mua më thonë nga ndej, sinjalizon që Washingtoni më shumë kërkon disiplinë dhe siguri në një farë mënyre për Ballkanin, se I bie që do jetë ambasadori në gjashën pra Serbi, Bosnjë, Kosovë, Malzi, Maqedoni, Shqipëri, do jemi vendi I parë që do kemi ambasador praktikisht. Se në Ballkanin Perëndimor nuk ka asnjëra prej tyre dhe fokus me sa duket është siguria, duke sjellë një general të nivelit lartë. Indrit, çfarë parashikon nëse Senati e kalon nga qershori? Si e parashikon? Për herë të parë do kemi një ambasador ushtarak vëlla në detyrë. Në detyrë. Të liruar. Patjetër I liruar. Po ç'n si ka pra, në formim ai është ushtarak. Kur është ushtarak, nuk e di se sa ruhet mesazhi klasik, por zakonisht diplomacia me ushtarak është akt I fortë që tregon dhe përcjell që shteti që e nis ka problem çështjet e sigurisë. Dhe këtu çështjet e sigurisë janë komplekse. Ne nuk kemi çështje të sigurisë pra ushtarake, nuk kemi rreziqe për konflikt, nuk ka shteti shqiptar tendenca për përplasje me minoritete. Këtu kemi vetëm nevojën për të pasur vullnet titullari politik I ambasadës për të ruajtur ato institucionet të cilat garantojnë sigurinë në emër të
edhe të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, që janë SPAK-u dhe GKK-ja, sepse në platformë sigurinë këtu në Shqipëri e ka rrezikuar krimi organizuar, si duke rrëzuar shtyllat e shtetit si kadastra dhe teknologjia, si duke ndërhyrë në politikë, duke zgjedhur deputetët e vet. Pa dash të të kundërshtoj. Jo të më kundërshtosh. A nuk mendon se zgjidhjet një general, jo nga Departamenti i Shtetit, dakor? Por të ardhur në Shqipëri, ato duket më shumë se vjen jo për arsye që sapo the ti, po vjen për arsye pikërisht të tjera. Të tipit që këtu, kjo është hipotezë tani, këtu kur them këtu jo në Shqipëri, po në rajon, ndoshta ata që kanë në dorë gjërat parashikojnë një eskalim, kjo fjala eskalim është e tmerrshme, po pra parashikojnë një përshkallëzim të situatës. Pra nuk vjen Rubio. Po, nuk vjen një njeri diplomat, po vjen njeri ushtarak, me s'duket, po bëhen gati për ndonjë gjë, po unë e shoh ndryshe. Do bëj politik, do bëj... Ka qenë ambasador dhe në vende kur nuk, ose shërbyes diplomatik dhe në vende kur nuk ka pasur eskalim. Ku për shembull ka qenë? I theti Flogreti, numërove? Numërojnë çik. Gazia. Numërove. Ka shërbyer, jo ambasador. Ka shërbyer. Po mirë, ku? Unë nuk e shoh kështu. Pse duhet sillnin këta për korrupsionin, pra për gjërat e brendshme në Shqipëri në general, se kuptoj dot fare. Për shembull, emri i Erik më herët ka qenë kandidat për Erik Wend për ambasador në Katar. Edhe kjo përballë Iranit. Çon ujë te argumenti arjan. Hipoteza ime. Përgjithsisht janë njerëzit ai një gjuhën arabe dhe përgjithsisht i përshtaten në rajoneve të ndryshme. Nuk është të thënë kjo, nuk ka nevojë Shtetet e Bashkuara për raste lufte të çojë specifikisht. Mund ta çojë dhe për raste lufte. Nuk sjell një Rubio pra. Vazhdimsi. SPAK-u the ti, korrupsioni, politik, po sjell siguri kombëtare. Jo politik, se ky quhet politik. Ky quhet politik. Ata janë Departamenti i Shtetit, ata janë tjetër gjë, që nga Jurikin dhe të gjithë të tjerët, për të parë dot kjo në Shqipëri. Ka qenë pjesë e Departamentit të Shtetit, si më thënë me DAP. Po pra po. Ndërsa ky është politik komplet, po. Nuk është ndonjë problem, them, pra ta qartësoj se ndoshta nuk e qartësoj. Si ka mundësi, pse se shef si ndryshim kursit i këtë? Për çështje ushtarake, por për çështje ushtarake, këtu nuk është se ka shumë të dhëna që do të ketë eskalim në rajon. Dhe këtu ka pasur eskalim në rajon. Jo. Ka pasur eskalim në rajon dhe është kaluar me ambasador si Marizalino. Janë përballuar situata të tilla edhe në rast të eskalimi, sepse nuk është se një person tek e administron, po them pavarësisht rolit, sepse një person tek ka rol, sepse është vullneti titularit për të mbajtur institucionin punë. Po rreziqet që janë këtu në Shqipëri janë përgjithsisht të llojit të spionazhit. Dhe pse prap një ushtarak? Dhe të krimit të organizuar. Por nuk është çështja vetëm tek uniforma, pra vjen një njeri nga bota e sigurisë, pra nga bota e shërbimeve dhe informacionit. Nuk është uniforma gjelbërt e gjithë çështja. Pra thjesht backgroundi i tij, edhe Juri Kim, çfarë ishte? Nuk ishte... Edhe ishte kështu në trupe, pata apo jo? Shiko, Arjan. Kërë Ledios vure videon, po Ledios se ka kabu, na duhe një video për ta parë ta mamë. Shqiptarve duhet ju sjellësh ambasadora Arnold Schwarzenegger, si vetëm ata e marrin seriozisht se e kanë parë duke vrarë. Ky trupin ashtu e kishte trupin ky. Nuk është çështje ajo. Juri Kim. Po që është një lloj terminatori diplomatik. Po. Juri Kim. S'është diplomatik, po ushtarak. Juri Kim nuk ka qenë diplomate laptopi, karrierë, pra ka qenë njeri i shërbimeve. Dhe erdhi për të kryer disa operacione si ndërtimi i SPAK-ut dhe goditja disa njerëzve në Shqipëri. Po flisja pak ditë më parë Seb, po kaloj te Sebi, po jepi minutat e fundit. Po flisja pak ditë më parë me kapiten dhe një informacion i fundit, ndjes shumë. Paska kandidati për ambasador gjithashtu një background shumë të mirë në operacione strategjike kundër të ndikimeve të huaja. Ta thash për çështje spionazhi. Dakor. Vazhdo në asaj që kisha kapiten Artur Meçollarin, të premten e kaluar. Dhe më duke se me atë fola tani, sepse unë bëjmë dhe lënsh me këto, po me atë do të kem fol, po. Dhe folën pikërisht për një problem që ka pas Shqipëria kohët e fundit. Janë mërzitur amerikanët një moment caktuar, sepse për punë të disa radarëve, nuk e di e pat apo jo, që Shqipëria kishte lidhur para ca vitesh me Lockheed Martin, dhe pastaj një moment caktuar u la më njanë Lockheed Martin dhe shkuan te Talesi.
te kompania franceze për të marrë radarat, ndërkohë që kapiteni po më shpjegonte sepse ishte një gabim kjo, strategjik, sepse duhej që radarët që vjen në disa zona të Shqipërisë, më shpjegoja i terrore hedhur se ku thakut unë, duhet të kenë të njëjtën teknologji që të komunikojnë me njëra tjetrën. Por këto radarët që kontrollojnë detin, po flasim, radarët ushtarak. Mos dosha, ja e nxori Ledio videon atje, duket, ka një moment që duket është në këmbaj atje, është komplet Schwarzenegger në kështu, në trup. Duket, megjithëse është buri i vjetër në moshë. Ka qenë propozimi im i hershëm për Arnoldin, ambasador në Shqipëri. E ke thënë ti Vetëm këtë? ato e marrin seriozisht. Se kam parë të filmi që përdor armë. Po, sigurisht. Dhe se po të pyesa, mos është ka ardhe për këtë histori, vëlla? Për mendimin tim, zotria ka Për të konfliktin Lockheed Martin me Thales, ardhur për një pension të qetë, ka i ardhur thua për një pension të qetë. pension të mirë, ka ardhur nga Kalifornia me diell në një vend me diell, dhe për ato që duan ta dinë, ky cilësohet ndër ato që janë China Hawk. Krash, ky në qoftë se ka ndonjë gjë që po ndodh, qoftë se duam të dimë se çfarë ndodh në arenën ndërkombëtare, ndiq Amerikën përballë Kinës. Ky është China Hawk. Ky Çdo të thënë skifter- China Hawk. skifter kundër ndikimit kinez. Okej. Flogert, pyetje për ty, sepse jam në fund. Ma vjen mesazh dhe më thot, Mosdosha ka ardhur, Mosdosha po çojnë këtë ambasador në Tiranë, generalin, lieutenant generalin, Erik Wendt, nga frika se Shqipëria, në klapa Ballkani, po shkojnë drejt Europës ose lindjes në rastin e Serbisë, që USA e ka shprehur shqetësimin me serbët. Greqia mbylli energjinë, Shqipëria do mbyll ushtrinë. E ka fjalën për Ballkanin, njeriu që më shkruan këto. Dëgjoj, Shqipëria mes Pra, Europës... sepse duhet shohim projektet që janë tani në xhiro. Dëgjoj, me sa kuptojmë marrëdhjen e këtij, se nuk është kohë, nuk është me sa rasti. kemi parë me zhvillimet e fundit, për ta thënë të kuptueshme për njerëzit, Edi Rama mes Europës dhe Amerikës, Këzgje. për arsye që i kemi diskutuar dhe mund të jenë të tijat jo të kombit, ka zgjedhur këtë dytën. Kupton, pra, që me bordin e paqes, që Europa ka tjetër qëndrim, Rama ka tjetër qëndrim, ndërsa... Ka zgjedhur Amerikën të ti, apo jo? Atje, paktën ai kështu është shprehur. Ne Nëse se unë nuk e doja fare të flisja për atë sot, do ta përmendja domethënë, nuk e di pse Nuk është na. halli, pra Rama për hallet e veta mund zgjedhë Amerikën gjithë ditën. Je nuk kam te Rama fare, nuk më intereson Po, Rama këtë rast fare. ndërsa në raport, dëgjoj, s'do të flas për atë fare. baza, dëgjoj, Më intereson, ai nën kuptohet, pra kur themi Tirana, nën kuptohet. dëgjoj, i vetmi vend ku amerikanët për çështjen e sigurisë në kushtet që është luftrat dhe Nuk më përgjigje situatat- pyetjes vëlla. Çështja emergjente e administratës së re është energjia. E shikoni se ç'po ndodh. Greqia e mbylli. Janë të gëzuar shumë grekët. Po, Ati afër atje në Aleksandropoli. Po, Do vilën në gëja amerikane, që dakor? diskutuam këtu. Erdhi ambasadori amerikane këtu për Delvinën, takoi Dhe për devolë. Ram, njerëzit që duhen. Nuk e përmend më. Njerëzit që duhen, se e kuptuar strategjinë. në qartë, Kam një kështu një. në qartë. Nuk kanë e takoj. S'ka nevojë ta përmendim më burr. S'kem ndonjë arsye apo jo, Flogert. Kur e shikon ambasadorët Prit sekond. janë si përmbaruesi këtyre Tani, interesave. prandaj po ju ftoj të reflektoni këto 2 minutat e fundit. Indrit. Pra, është e pamundur që ne ta shohim Sebi thotë ka ardhur kalon një pension të qetë në Se mendoj Shqipëri. ashtu. Jo, vetëm ashtu jo. Vetëm në Ballkan nuk ndodh gjë. Nuk thash do ndodhi luftë, më jo. I kemi përfunduar të gjitha proceset. Duan, shiko, përderisa amerikanët janë si janë sot, i duan apo si duan një pjesë e botës, nuk ka rëndësi. Dështoj apo dështoj Trumpi në Iran dhe kjo nuk ka rëndësi. Është çështje opinionesh, do e shohim në fund historia, do na tregoj. Në Ballkan vëlla, është loja e energjisë në momentin që po luhet. A bien dakord mos septo apo jo ti që ndjek çdo Do ditë? të jap një hipotezë. Do një hipotezë? Edhe energjia zakonisht. Kur pra. në energjia nga ndonjëherë bëhet me forcë. Po, Normale. Pra, firmos ose firmos, nuk është firmos si të duash ti. Ky e Dhe kush mund të bëj me forcë? Kush ta bëj me forcë ti gjë? Bëhet edhe me ardhin e asaj ambasadorës, Dakord, po aman ajo bëhet ambasadorja. edhe me sharm. Ajo ambasadorja ajo nga Greqia, mikeshe e familjes Trumpit, dakord? Që është dhe shumë e zgjuar thonë, se është juriste pa para ajo. Ka qenë prokurore dhe gjitha këto. Po të vinë në Shqipëri dhe gjej një si shokun e vet, që Punët shkojnë vaj. ajo s'takoj fare këtë zonjë që unë e kam shumë qef këtë Van Hornin. E pa që herë dhe nuk e takoj. Paktën nuk u tregua asgjë në lezë, mund të ke takuar ajo, po në media s'u beti.
Tani, nuk e shifin fare të lidhur, i dritë, fjale fundit. Po jo, me energjin, me planet e energjisë që kanë Amerikanët, vëlla. Gazi rus nuk vjen më në Europë, 2007 thuhet s'do vi më fare, nga Irani do ketë probleme. Ande këtej, Amerika nga 16-17% që importonte para pak kohësh LNG, të gazin e lëngshëm, tani ka arritur në 60%, dakord? Fitore pa parë. Arjan, Amerika ka Pra, a du të shërëm të kontekst apo jo? Amerika ka 900 miliard dollar në vit për ushtrinë dhe shërbimet, pikërisht për të kontrolluar energjinë dhe mallrat dhe për të blerë lirë në botë. Bravo, po vjen pra të pyetja, se duhet një ushtarak në Shqipëri ambasador? Unë thash është për spionazh dhe për vendosjen e ambasadës në punë me një temp tjetër. Do të thotë me informacione tregtare për ndërhyrjet e huaja tregtare, politike dhe gjithçka tjetër. Atë mund ta bëjë një diplomat, mund ta bënte edhe njëri i CIA-s, më e bën sekretari i dytë që është i CIA. Pse do ta bëj gjeneral ushtarak? Në shtet ka diçka që quhet teoria biologjike e shtetit, që është koka që vendos organizmin në punë me një temp tjetër, sepse ambasada aty ka qenë. Dhe në kohë të Leila Moises Fons, që nuk ishte as nivel i lartë diplomatik. Por vendoset për të vendosur në punë me kapacitet të plot burimet që janë në ambasadë. Dhe është krejt normale që... Pra ti nuk e lidh me asnjë ato arsye që sapo hodhën në tavolinë. Unë thash arsye, është krejt normale që ambasador, sidomos të tillë, të çohen për rivalitet. Është normale që Shtetet e Bashkuara duan ta kontrollojnë Ballkanin, Europën lindore, por çe i mungon, por ti bëj një pyetje unë, çe i mungon këtij vendi më? Po ta vësh re. Ku mungon ato buzat urbane janë dakord më këto të gjitha. Cilit vend? Shqipërisë më. Jo, tani po ju ftoj në një reduktim të bisedës për arsye ta bëjmë sa më të thjeshtë për njerëzit. Shqipëria në fakt ka gjithçka, ka të keqe, po ka gjithçka. I mungon një gjë. Qofse ju e vini re, i mungon ushtria. Ka pas një lloj ushtrie në kohën e Enverit, mbras sistemi s'ka ushtri. E kemi biseduar apo jo Entri? Po. Qesharake. Kjo është një simbolike fort. Pra, në Greqi, ata erdhën mbyllën energjinë. Por gjë e madhe e Greqisë, do kuptojmë pak më vonë. Se në nënvit Greqisë do furnizohen me gaz gjithë kjo pjesa, po themi, Europës qendrore dhe lindore. S'po flasëm perëndimin. Dakor? Gjithë kjo Bullgari, Rumani, po shikoni, do vej kështu vertikalisht. Me ati që vjen nga do vite ishulli, atjeta ishulli vogël afër në Aleksandropoli. Se e kanë dhe gati ata ato. E kanë gati, prandaj kanë zgjedhur ato, se kanë zgjedhur kot Greqinë se e kanë qefore. Është bërë Turqia keq. Është infrastruktura. Është infrastruktura. Tani, Greqisë i mungonte kjo e mbylli energjinë, të gëzuar shumë palët atje. Ktu vëlla, duhet të mbyllësh ushtrinë. Kush më mirë se, kush më mirë se një general mund të mbylli ushtrinë shqiptare? Në kuptim, jo ta mbylli të veçersin, ore. Ta bëj të madhe ndoshta. Çështjen e konsolidimit dhe të krijimit, po. Pse s'të mbushet mendja? 30 vjet o çan na vun në gjumë duke na thënë na mbron NATO. 30 vjet tjera na mbron Amerika. 30 vjet tjera na vun në gjumë jo na mbron kjo. I shef çdo ziafet e çdo marrin 10 lek këtu, shko bëj foto në Amerikë. Patjetër më, po për tek sy, jo, për tek këtyre. Se këtë po them pra. Tani merr lek këtu edhe i gjenti, PDPS bashk gjej njërin te banjo atje, merr bëj një foto, ky është amerikan. Tani bëjnë me gjej një tjetër, ky del nga dera e banjos, ai akoma po mbyll zinxhirin, shko atje takoje, hajt bëjmë një foto, edhe i themi shqiptarëve ç'a bën, etj. Këtë gjithë jetën 30 vjet na mbrojnë Amerika, na mbron NATO, na mbron ky. Po flas për shqiptarët të vllaj, po gënjej. Po flas cili qëllimi atyre, më duhet të drejtojmë qëllimin atyre më burr. To që 30 vjet tan do na mbroj ky, do na mbroj edhe ti ngele pa ushtri, pa brek ushtarësh, pa bomba, pa. Më intereson ti qëllimi tyre imediat. Amerikanët kanë një qëllim të vetëm. Evropat mos ketë ndonjë lloj mbrojtjeje. Mos ketë më asnjë lloj mbrojtje. Hiqini ju të gjitha. Gjitha më hiqini. Ç'ke, ju mbrojmë ne. Kur vjen ditë e keqe, pastaj thot, "Mje plekët të sjell armët." Këtë bën. E bëri në lindjet mesme këtë. Këtë bëjnë Amerikë. Atëre ma futu kontekst me generalin. Se më the pak më parë që erdhi për të gëzuar pensionin. Në kontekstin e zotrisë është një gjë shumë e thjeshtë. Zotria do gëzoj pensionin. Këtu po ndërtohet. Pas ka bindje. Këtu po tjetë për çështje të energjetikës, nuk është. Je lere është mbyll Greqia atje, për ushtarake, për gjëra ushtarake. Sa tjetë për çështje. Për Ballkanin, vetëm Shqipëri, mo, edhe për Ballkanin. Nuk ka gjë në Ballkan. Nuk ndodh gjë në Ballkan. Fare. E ke sigurt i se. Po nuk kemi as këllqe për të bërë ndonjë gjë. As push nuk kemi. Bëjnë as push. Bëjmë gjënë e di. Atje në Serbia i del dhe i do t'i mbajt të vetët. Procesi i shpërbërë si Jugollavisë ka marrë fund. Albin Kurti do t'i mbaj me të vetët, do na pushtoj nesër Serbia. I thot,
Tani, po su bët gati, na pushton nesër. Dela i Vučići atje thot, ne thot, do e pushtojmë këtë, thot. Po thot, jo sot, do e pushtojmë nesër. Se Një dhe gjë, thot, se po lutem më ndiq dhe ri pak të pyetja që po të bëj unë. A mund të çojë dot amerikanë po të bëj një pyetje më valla? Mund ta çojë dot të njëjtin person në Serbi? po, pse mos... Pyetje. Qa problemi? General, gjë. si ky, në Serbi. Po, Arjan, Edhe aty që ka bombarduar. në Maltëzi vlon situata me serbët atje. Në Maqedoni ka plasur atje për gjuhën, e më the thash, studentët, e më the thash. Do të thonë, e vetmja zemra e faktorit shqiptar në Ballkan, aq sa mund t'jemi, është Tirana. Ka qenë, është dhe do t'jetë. Dhe sigurisht që ata japin një kontribut dhe nëpërmjet këtij profili ambasadori, edhe me simbolikën për të thënë që faktori shqiptar dhe epiqendra... Ambasadoria greke rinë në Athinë, po luan dhe për te Athinë, ja të mbaroj, po luan dhe për te Athinës për energjinë, apo jo? Jemi dakord. Ajo është xhonglere pa parë. Ky generali, ambasadori general, le ta quajmë kështu për hir të që mos i bijmë gjatë. Ambasadori general ushtarak. Mos ndoshta vjen në Tiranë për të luajtur pikërisht për bazë ushtarake, për siguri. S'ka logjik. Pra për te pensioni, mos e pensioni si këtu, si diku do kalonte ai. Si ka mundësi, s'kan ambasador të amerikanët e çuditshme. Gjithmonë këtu gjejnë një që vjen kështu kot. Edhe në Greqi gjejnë një që është prokuror, këtu gjejnë një general. Ore si ka mundësi shefat rusët dhe kinezët gjithmonë kanë diplomat zotëre, kanë mbaruar shkollë, kanë mbaruar gjë dhe çojnë në përballë. Ajo në Greqi ishte po nuk kanë shkolla diplomatike këto, janë vendi më i fuqishëm i botës. I kanë pra po them, prandaj për herë të parë si general. Po si gjysma e botës nuk ka ambasador amerikan. Po merri më shifi hearing committee në. Po ky problemi Trumpi tani, po nuk është ky debati. Po pra po si ka mundësi më? Unë them se sjellin këtë molla. Po si çunë tezës këtij, dhëndrin e këtij në Paris, atë atje. Me familjen e bën ai. Edhe Berlusconi ashtu qeverisë, unë me edhe tani do marr doli atyre besojt apo. Ky është i dy palëve. Nëse se be mora vesh. Ky është burr serioz dhe ka ardhur të shijojë pension. Marsi ti s'fole fare për këtë gjë. Ti si mendon? Po ma thuaj shkurt fare se jemi në fund. Mua zakonisht pëlqen tesh kur flitet për grupe të tjera pushteti. Ose force, sepse më kujtohet një shprehje e urtë që thoshte di pse nuk ka asnjëherë grushtë shteti në Amerikë. Sepse nuk ka ambasadë. Se nuk ka ambasadë. Kështu që fakti që kemi ambasadë dhe vjen një ambasador ushtarak është pak për të friksuar. Çfarë do thosh Indrit? Du të them vetëm këtë. Nuk qëndron Ishte e burgë, teza që duan të ndërtojnë ushtrinë, sepse në 30 vjet këtu... Jo të ndërtojnë ushtrinë, do shta u shpreha gabimun. As të janë... Ka një plan ushtarak Ballkan, mor plan ushtarak, ata kanë qenë kontributorët më të mëdhenj në 30 vjet, amerikanët dhe europianët, për ta demilitarizuar këtë vend dhe për t'ja rënuar krenarinë kombëtare. Mi, po ndrohet tani, pra. Ndrohet ekuacioni. Asnjë të dhënë, sepse kur fillon dhe ndron kjo, fillon ndron dhe propaganda. Pra përgatiten njerëzit psikologjikisht, pra investohet në për grupacione dhe partitë... Kemi kohë ju përgatitemi, luftë me rusët, do na pushte Rusia. Nuk përgatitet psikologjikisht kombëtarisht. Jo që do na... Po për 6 muaj bëhet ajo më... Nuk përgatiten breza, nuk bëhet për 6 muaj. Propaganda për 6 muaj... Blogjerje kazanat ato. Përgatiten breza. Me pak para... Brezat nuk përgatiten ashtu, se ky është arsyeja pse nuk bëjmë ne ushtri. Brezat përgatiten me shkollë, me gjenerata, nuk përgatitet me propagandë. Pra ne jemi kundër kësaj, na kanë hequr të ministrinë, e kanë çuar larg, që se nuk duan këta të shohin ushtarak me uniforma në për kryeqytet. Pra politika këtu ka qenë demilitarizuese dhe shkombëtarizuese. Elita këtu... Pra ti bashkë me Sebin, për arsye ndryshme thoni nuk ka lidhje fare me këtë plan. Ardhja e një generali ambasadori general. Për ushtrinë shqiptare. Dakor. Iku. Ora është 23, janë të gjitha tezat të gjithë në emision, shumë shpejt do kuptohet. Ne i hedhim sot, arkivi është këtu, një ditë, po na u desh do i përdorim. Ora është 23:06 minuta zënja zotrinj, vazhdojmë të jemi e martë, data 14 prill 2026, ikim furnizojme pak radiose, energji është kjo punë, gjithandej, ikim të ESPO-ili se ndryshe çek motori, thot Marsiti. ESPO-ili, zënja zotrinj, është i vetmi vend stacion karburanti në Shqipëri, dhe janë shumë në fakt në disa pika karburanti të ESPO-ili, ku ju mund të fusni pa frikë zorën tuaj, te makina juaj, sepse është e sigur që ajo zorë nuk jo prish makina, përkundra si jep frymarrje dhe shton performancën e motorit. ESPO-ili ka një logo shumë interesante, që ju e shikoni dhe nuk ju i qet kur nga mendja, është e menduar kjo gjë. ESPO-ili është the fuel of champions, është karburanti i kampionëve. Bravo Said! Gjithandej e keni. Rruga Vajës, blok,
duke shkuar për Durrës, duke shkuar për Elbasan, gjithandej. S-Oil ja shikoni per super karburanti pastër kristal. Ledjo, kalojmë pa tranzicion